mbi 1 milion euro dëme. Aksioni gjerë policor i zhvilluar në kuadër të hetimit për skandalin e Byros Kosovare të Sigurimeve, po konsiderohet si një nga goditjet më të mëdha ndaj krimit ekonomik dhe financiar në vend. Operacioni që përfshiu disa qytete të Kosovës ka rezultuar në ndalimin e 39 personave. Gazeta Sinjali ka siguruar listën e plotë të personave në hetim në kuadër të hetimit masiv për krimin ekonomik dhe financiar që ka tronditur Kosovën. Lista e plotë e personave në hetim janë Sami Mazreku, Valjan Berisha, Agon Bardhi, Bardh Hoxha, Mirjeta Kosumi, Ilona Rastavica, Florent Sulajmani, Lumnie Osmani, Hasip Meleqi, Kushtrim Demolli, Arbnora Peci, Ariana Domniko Çollaku, Lirim Ahmetaj, Egzona Gashi, Pares Tarabanja, Trëndelina Azemi, Naser Biri, Lirend Hasani, Leonard Rexhaj, Ylli Çollaku, Rën Biri, Suad Haliti, Mentor Demolli, Shefqet Njeku, Muhamer Gjepi, Hana Uljak, Bajram Osmani, Jetesa Biri, Agim Krasniqi, Marigona Çollaku, Lajis Osmani, Faton Hajdari, Fehmi Bajrami, Mërgim Zefi, Adem Nasufi, Djelza Kabashi, Besjana Murati, Brendona Mujaj, Kimete Kuliqi, Valjan Duraj, Nora Muqaj, si dhe Leonora Berisha nga Klina, e cila është shpallur në kërkim nga autoritetet e rendit, pasi ajo e ka braktisur Kosovën para se të zhvilluaj aksioni i gjerë, e që autoritetet kanë njoftuar të gjitha strukturat kufitare dhe mekanizmat përkatës për lokalizimin e saj.